Në rajonin e Korçës edhe gjatë natës kanë vijuar me intensitet rreshtet e dëborës të shoqëruara me erë. Trashësia e saj varion nga 25 në 50 cm, ndërsa në majën e mashkullorës ka mbi 1 metër borë. Temperaturat kanë shënuar deri në -6 gradë Celsius. 13 borë pastruese kanë punuar pa ndërprerje në akset Korçë-Ersek, Korçë-Darë dhe Korçë-Voskopoj. Rrugët janë të hapura, por drejtuesit e mjeteve duhet të reduktojnë shpejtësinë, të kenë goma dhe pajisje dimërore. Në disa zona ka mungesë të energjisë elektrike. Edhe në qarkun e Shkodrës moti është i kthjellët dhe pa rreshje. Rrugët kombëtare janë të hapura, ndërsa situata mbetet shqetësuese në Fusharrës, ku janë të bllokuara të gjitha njësitë administrative të kësaj bashkie. Në 3 bashkitë e qarkut Kukës, rrugët kombëtare janë të qarkullueshme normalisht me goma dimërore. Në bashkinë Kukës janë të bllokuara disa njësi administrative, Arni, Zapodi, Grykçaja dhe Kalisi. Në bashkinë Has janë të bllokuara rrugët e fshatrave Nikoliçi dhe Vlahën, ndërsa rruga Krum-Cahan kalohet me vështirësi. Në disa njësi administrative të këtij qarku, edhe gjatë së dielës ka mungesë të energjisë elektrike. Në Dibër, në zonat e thella malore, bora ka arritur në 60 cm. Kujdes duhet të tregohet në rrugën e Arbrit pasi ka akull tek bypassi Murrizit. Rruga Bulqis Peshkopi është e kalueshme. Ajo Peshkopi Kukës kalohet vetëm me zinxhir, si dhe ura e Qereneqit, Librazht, kalimi bëhet vetëm me zinxhir. Edhe në këtë qark ka dëmtim të linjave elektrike dhe mungesë të saj në disa zona.